të shkrumbuar, Prishtina normal ju thash është kursy, nuk ka pas shkatrime, edhe pse në periferit Prishtinës në drejtim ka Varezat nalt, ka Dragodani edhe në pjesën ka Kolovica, kanë fillu veç djegja shtëpive nga forcat serbe, duke i plaçkitur ato. Normal që Prishtina ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar shumë për të mirë, kemi zhvillime të mira, jemi të lumtur që jemi bo pjesë e atij ndryshimit madh, jemi gjenerat me fat që kemi qenë pjesë e epokës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cila e bëri realitet ëndrrën shekullore të popullit tonë për liri. Dhe edhe një përvjetor tjetër, pa Salim Mustafën prezent në Prishtinë, si e keni këtë ndjesi, kur një ish bashkëluftëtar është dënuar tashmë për shkak të aktivitetit të tij në ushtrinë shërimtare? Unë e kam thonë edhe në gjykatën e Hagës se Salim Mustafa nuk ka qenë njeri i cili ka vujt shumë në burgjet jugoslave, një njeri i cili ka ditë çka janë vujtjet dhe një njeri që në asnjë formë kur nuk besoj dhe nuk duhet besoj dhe e di që nuk ka zhvilluar kur far dhune, as kur far vepre ndaj askujt tjetër. Sepse ka qenë njeri i edukuar, i arsimuar dhe i përgatitur për sfida. Dhe unë edhe para gjykatës Hagës kam thonë se bashkëluftari Salim Mustafa nuk mund të ketë bërë krime. Dhe përveç Salim Mustafës, tashmë është në proces e sipër gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve, si jeni duke e pa këtë proces, po thuhet që brenda disa muajve mund të ketë epilog, por a keni komente sa i përket këtyre zhvillimeve në Hagë të Holandës? Po ja duhet ketë epilog tashmë ja 5 vite nuk ka gjykim që ka ndodhur, që ka zgjatë. Kështu që kjo gjykatë është formuar me presion ndërkombëtar nga Parlamenti i Kosovës, me presion ndërkombëtar nga një senator Dick Marty, i cili e paraqet në Parlamentin Evropian një rezolut ku me informacione dhe gënjeshtër terroruso-serbe thot se UÇK-ja ka kryer transplant organesh, trafikim organesh. Dhe ne si UÇK kemi qenë shumë të shqetësuar me atë akuzë dhe kemi qenë shumë të interesuar që ajo të zbardhet deri në fund. Dhe pas gjithë atyre hetimeve që në bon, dhe pasi që miratu kjo gjykat, pas gjithë atyre hetimeve që në bon dhe nuk ka dalë asgjë prej asaj pune, kjo gjykat është dashur që të mbyllet në atë moment. Dhe jo sot bashkëlufttarët tonë të merren se kush kujna e paska marrë një veç, kush kujna e paska dhënë një shuplak gjatë luftës. Prandaj konsiderojmë se kjo gjykat është më tepër gjykat politike. Qëllimi ka qenë që të eliminohen politikisht